shpëtimi yt projekt personal. Dynjaja është sprov. Tamam për çdo njërin. Askush s'mundet me jetu jetën tënde në vend tëndin. Faman absara falinafsihi. Kush sheh të vërtetën e bën për veten e vet. Men amila salihan falinafsihi. Kush bën punë të mira i bën për veten e vet. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Kush falenderon për të mirën e vet. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Kush pastrohet për veten e vet. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Kush udhëzohet, bëhet hidajet, udhëzohet për veten e vet. Wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Kush është koprac, dëmton veten e vet. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi. Kush e prish besën, e prish kundër vetës. Wa man yaksib fa innama yaksibuhu ala nafsi. Wa man yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsi. Kush bën mëkat, gjuna, e bën kundër vetës së vet. Vëlla, motër. Çdo gjë që bën, e bën për veten. Askush s'ka me u pendu për ty. Askush s'ka me të fal në vendin tënd. Secili ka me dal veç përpara Zotit. Me librin e vet në dorë. Prandaj, mos e humb kohën duke prit dikon tjetër me ndryshu. Ndryshoj ai edhe unë ndryshoj. U penduaj edhe unë pendona. Jo. Shiko veten vet. Mos prit me t'u dasht Zoti, me të dasht Allahu, me të dasht Zoti, pse e do dikush tjetër. Ti ke udhtimin tënd, ti je udhtimi jot, ti je përgjegjësia jote, ti je shpëtimi yt. Andaj dynjaja është provë veç për ty. Shpëtimi yt në ditën e Kiametit është projekt personal. Atë ditë, askush s'ka me të justifiku, me të arsyetu. Secili veç ka me marr veç çka ka punu. Në përmbyllje, mesazhi me sa vjen. Shpëtimi yt varet prej teje. Puno për veten, beso te Zoti, mos e humb shpresën.